Uroj që bartja e detyrës nga presidenta tek ushtruesja e detyrës në një farë formë ishte edhe një shembull i mirë për qytetarët e Lipjanës, sepse këto Lipjanët. Pasi që po vi prej Lipjanët edhe duhet edhe me i përshëndet. Ishte për qytetarët e Kosovës, pasi që këtë nuk e kemi pa, ndoshta një 2-3 herë të kaluame, sepse mandati i kaluam me sa mbaj mendun ka qenë nga zëvendës kryeministri Pacolli, kështu diçka ka qenë tek Vjosa Osmani. Megjithatë, po, është afati i kushtetues tash që është dashur me i kalu kompetencat. Ja ja ka dorëzu detyrën kur e ka marr Osmani. E di që ka qenë tash nëse ka gjasë që nuk më kujtohet mirë, sepse është kohë që po qeverisë Albini edhe ka mundësi që mos me i marrë mend gjitha këto të mira. Ka prit kurtin. Po. Pastaj po mendoj që 28 prilli do të vjen shpejt dhe ne po shkojmë drejt zgjedhjeve dhe ajo që farë duhet me thonë është se qytetarët e Kosovës nuk kanë nevojë, qysh nuk kanë pas nevojë edhe për zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe kjo është një kost e cila neve po na kushton jashtëzakonisht shumë. Megjithatë, po mendoj se të trija subjektet politike, në fakt, Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike nuk kanë disponem që eventualisht të zgjidhet një president konsensual. Dhe ajo çfarë mua po më bën thjesht përshtypje se çfarë ka ndodhur me ish presidentët e kaluar, do të ndodhë edhe tash. Do të kemi pra president që derivojnë nga subjektet politike. Shto këtu aty sepse ish Adifeti Ahjaga, ish presidenti e Kosovës, ishte një farë lloj imponimi nga Bashkia Ndërkombëtare, nuk ishte një marrëveshje, megjithatë ato u dakorduan përpara televizioneve, ne i pam si marrëveshje, po megjithatë nuk ishte një president konsensual. Prandaj uroj që deri këto ditë sa na kanë mbetur, deri me 28 prill, uroj që edhe kryeministri Kurti, edhe zoti Hamza, sepse në këtë rast Partia Demokratike po duket pak më serioze në kuptimin e asaj se do të arrijë një marrëveshje, po mendoj që deri me 28 prill do të kemi një president të quajtur konsensual.